Një thoni dhe unë t'ju them kanë apo s'kanë drejtë. A kanë të drejtë ata kur thonë se shëndetësia nuk është falas dhe nuk është siç u premtua? A kanë të drejtë kur thonë se hetimet duhet shkojnë deri në fund dhe drejtësia nuk është në nivelin që u premtua? A kanë të drejtë kur thonë që s'kan ujë dhe drita 24 orë? A kanë të drejtë që është rritur në shifra alarmante largimi i shqiptarëve nga vendi? Për këto e kam, pra mendoni ju kur i dëgjoni që okay, për këtë mund të kem drejtë. Jo, kjo e fundit është totalisht e pavërtet, sepse shifrat tregojnë të kundërtën, nuk tregojnë një rritje, përkundër tregojnë një zbutje të tendencës mes ikjeve dhe kthimeve. Ndërsa për të tjerat, të gjitha ato të tjerat tregojnë që shëndetësia ka ende punë për të bërë, çfarë thatë tjetër me radhë. Ujë, drita 24 orë. Ujë drita 24 orë ka, siç nuk ka pasur asnjëherë në historinë e këtij vendi, në mbulimin e territorit Shqipërisë. Po patjetër ka ende zona që ka nevojë që të kenë ujë dhe drita 24 orë. Dhe pikërisht pse ka ende nevojë për të gjitha këto, ne do vazhdojmë punën për t'i realizuar. Këto nuk realizohen sepse ti i konstaton dhe dëshiron që të bëhen... Sa kohë ju duhet, zotë kryeministër? Urdhëro? Sa kohë ju duhet? Po, me sa di unë, mandati mbaron në 2029 dhe deri në 2029 ne do vazhdojmë punën. Pastaj do bëhet bilanci dhe pastaj populli do thjerë përsëri të japi opinionin e vet. Kështu që këtu nuk jemi në kushtet kur dikush mund të dalë në rrugë një ditë dhe të thotë që ritmi me të cilin ju po punoni, ne nuk na pëlqen dhe ne duam një ritëm tjetër. Shumë mirë, është shumë e drejtë kjo, por kjo nuk implikon domosdoshmërisht që qeveria duhet të largohet dhe të vinë protestuesit qeverisin. Duke përfituar pak nga fakti që ju jeni drejt për drejt edhe mund ta bëj këtë pyetje ndaj jush, çfarë do mendonit po të shinit në intervistë kryeministrin e vendit pas 13 gati 14 vitesh në pushtet që thotë që po, është e vërtetë që shëndetësia s'është aty ku duhet, nuk po flasësh falas apo jo, apo edhe që uji dhe drita 24 orë nuk ka ende në 2026. Çfarë do mendoja unë? Unë nuk ka nevojë që ta imagjinoj këtë, unë kthej kokën mbrapa